Imami ishte i përkushtuar edhe në leximin e Kur'anit. Përmendet se gjatë muajit të Ramazan, ai e përfundon të leximin e tërë Kur'anit 60 herë. Pra bënte hatme Kur'anin 60 herë. Dietarët e kanë lëvduar dhe kanë thurur fjalë miradije të mëdha për Imam Shafiun. Kutejbe bin Saidi ka thënë Shafiu është imam. Mësuesi i Buhariut, Ali bin Medini ka thënë mos ju ndani librave të Shafiut. Mësuesi tjetër i Imam Buhariut, Humejdi, kur ka folur për Imam Shafiun, e ka quajtur si zotëri të fukahave, pra si lider, si prejes, si njerin më të rëndësishëm prej tyre. Sufjani ibn Uyejni, më falni, e quante si njeriu më të mirë të kohës vet. Imam Ahmedi, që ka pasur një histori më të gjatë me të dhe një raport të thellë dhe të madh me të, përmendi se e përmendte në vazhdimësi Shafiun dhe i dërgonte lutej për të për mëshirë. Dhe i biri e kishte pyetur një ditë se po e përmendte kaq shumë cila ishte pozita e Imam Shafiut. Imam Ahmedi e kishte bërë një përshkrim të interesant, duke thënë se nevoja e besimtarëve për dijen e tij është sikur nevoja e njerëzve për diellin. Pra Imam Shafiu ishte një diell për dijet fetare. Ishte dikush që besimtarët i detyrohen dijes së tij deri në kiamet.